Të gjitha këto menaxhet që kanë Fatosi, sepse unë me Fatosin kam një lloj bashkëpunimi të hershëm. Kur unë kam bërë një film dokumentar para 20 sa vjetësh për Fadil Kokomanin dhe Vangjel Nezhun, që i kanë qenë dhe miq të Fatosit, jemi konsultuar sepse unë jam preciz në ato që duhet bëj. Dhe ashtu duhet jetë kinemaja. Tashi, në momentin që ti mbërrin në Spaç sot, kjo është sepse ka disa qasje për këto trajtimin e këtyre vendeve të shenjta, se unë do ta quaj të shenjtë, edhe nga ana e vuajtjes. Ka shumë. Ti mbërrin atje në Spaç sot një person, mosha e vajzës time dhe të rinjt, dhe ti nuk shef asgjë aty. S'ka një tel me gjëmba, nuk ka një derë. Aty duket njësoj si godina ku kanë pas qëndruar zjarrmotarët privat që është një 200 metra më lart. Është e njëjta gjë, është e rënuar, kjo është e rënuar, s'ka asnjë lloj rrethimi, nuk ka asnjë lloj karakolli, pra nuk të jep përshtypjen e një gjëje burg. Burgu prandaj ishte, sepse ishte rrethuar në 3 rrethime me tela. Ne këto gjëra, përfshirë dhe këtë që ka merak, sepse aty filloi revolta realisht me Palzefin, Birucën do ta bëjmë dekor.